Punimet e kryera për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm për një pjesë të qytetit të Shkodrës kanë krijuar një situatë problematike në infrastrukturë. Në Unazën Perëndimore vëret se një pjesë e kursisë së biçikletave është jashtë funksionit, pasi lëvizja është e pamundur për shkak të dëmtimit të asfaltit. Kjo ka bërë që përdorësit e biçikletave të lëvizin në rrugën e automjeteve, duke rrezikuar edhe për ndonjë aksident të mundshëm. Qytetarët kërkojnë që kjo kursi të kthehet edhe një herë në funksion pasi ndjehen të rrezikuar. Kjo ka të paktën tash 4 muaj, 5 muaj ja prish. As si bën kujt më bë. Ordosege. Normal që është rrezikshme për ta. Ndërsa a bë për të punë pse mos bëhet prapë si gagën. Na çere do të më hin mes makinat, do të më kalu herën këtë krah, herën atë krah, edhe njerëzit kanë rrezik për këtë rrugë që është bë. Të moshëm kanë prish, që kanë rregulluar. E rrezikshme për gjithë kanë qenë, s'vi kanë kaluar tash. Të kanë bërë një punë që kanë bërë, po këta kanë ndonë përgjysë se kanë bashtu. Në kam të pëtu, ku a kanë martë mbrojtë. Ato shqiptarë të bëni parime, janë më, normal që gjanat nuk rregullohen për njerë. Duhet kohë për me rregullu, me qunë vend vetë. Ndërsa një tjetër problem në këtë segment rrugor, i cili ka një lëvizshmëri të lartë, janë edhe gropat e krijuara në mes të rrugës, çka shpeshherë janë bërë edhe shkaktar për dëmtimin e automjeteve, por edhe për aksidente.